Në fshatin Banjë të Malishevës ndodhet një burim uji që prej vitit 1975 shfrytëzohet si pishinë relaksuese dhe shuruese. Me thellësi deri në 2 metra, kjo pishinë ruan temperaturën konstante prej 22 gradësh Celsius, si në verë ashtu edhe në dimër. Burimi kryesor i ujit gjendet brenda saj dhe njihet për vetisë shuruese të sëmundjeve të lëkurës, lukthit dhe thatëve. Pishina frekuentohet nga vizitorë vendore të huaj, ku për një bilet të rriturit paguajnë 3 euro, fëmijët 2 euro, ndërsa vendasit janë të liruar nga pagesa. Unë bazimisht vi ma shpesh, po ka dhe që e shfrytëzojnë për mjekim. Marrin ujë nga gjitha anët e fshatrave, të kësaj komunës, Malishevës, marrin ujë dhe me bidona, pastaj përdorin për shërim të puçrave ose të fateve apo diçka tjetër. Dhe është shërus jashtëzakonisht bërën nga toka, jo që vjen dika, po bërën nga toka. Tu vinë pothuajse gjatë verës, gjatë kohës kur është sezoni veror, paza maj ose maj poçashor korre gusht, edhe tani ka pak. Me shumicë vinë nga gjithë anët për të larë dhe për të parë se sa është shëruse. Sigurisht, dikush kush e din që ka provuar, vjen për shkak se është shëruar nga sëmundjet të tilla si të lëkurës. Jemi ardhur me shok, kemi biseduar këtu, kemi pirë nga një kafe, edhe pastaj jemi larë. Jemi larë për shkak se, megjithëse më shpesh vinë të tjerët më të largët se sa ne që lahemi. Me ardhim, po me mbula ma rrallë. Rifat Arifaj bashkë me shokët e tij ka marrë rrugë nga Istogu për te pishina e fshatit Banjë. Thotë se do ta shpeshtoj ardhjen këtu dhe herën tjetër do ta marrë edhe familjen. Vi për herë të parë këtu në këtë Banjë, nëse duket që nga shumë e mrekullueshme. Më pëlqej uji, më pëlqej gjitha, sipas standardit, që nga shumë e mirë për shtesat të ulta. Kështu që i ftoj gjithë me vizitu, që nga edhe ujë i pjeshëm, i shëndetshëm, na kemi dhe bojnë e peshë, për kemë kalon ma për shtypje. Edhe pse tani për e të parë, si shëja rëgjët e dilë, që tanë verë nevoj si barinë, në djesht, talë veç për natyrë dhe për shëndet. Kështu që penisim e bojnë e Malishevës dhe të vazhdojmë me Detin edhe me Elbasan në ligja. Pishinën e vizitojnë edhe mërkimtarët, njëri prej tyre është Sadik Kafexholli, i cili për çdo pushim e shfrytëzon këtë pishinë për notë. Jetoj në Gjermani, në Hanover, dhe punoj atje, afër 23 vite. Çdo herë është një mrekulli e mirë që e kemi këtë ujë që na ka pasur Zoti dhe shfrytëzojmë çdo herë. Tregona sa shpesh vjen këtu? Në varë që kam kohë, minimumi është 3 herë në vetë që vi këtu. Për pushime çdo ditë jam këtu në orën e mëngjes, ka pasur edhe në kohën e dimrit ku ka qenë -14 gradë, kemi bërë këtu bazen me agjër, me çunën e gjagjit e tjerë. Çdo sa ashtu e mirë, uji është i mrekullueshëm, këtu buron, këtu del uji, në tjera vende nuk ka këtë ujë. Juroj gjithëve kush ka shëndeta, ta shfrytëzojnë këtë mrekulli që kena na. Do kush të ka këtë. Pushuesit në këtë pishinë janë në kujdesin e infermierëve dhe zhytësve në rast të ndonjë incidenti. Klube të ndryshme të Notit pishinën e banjës e shfrytëzojnë për stërvitje e gara të Notit.